Në përfundim të një jave me veprimtari kushtuar 550 vjetorit të shpërnguljes së figurës së Zojës së Shkodrës për në Gjenacan të Italisë, në mjediset e kishës së Zojës së Shkodrës që gjendet në hyrje të qytetit, poshtë Kalas Rozafa, u mbaj sot mesha solemne udhëhequr nga i dërguari i Papës kardinali Franco Rodè. Famullitari i Shkodrës Dom Artur Jaku thosë se 550 vite më parë, kur Shkodra po pushtohej nga ushtritë turke, figura e Zojës së Shkodrës u shpërngul nga kisha e vogël poshtë Kalas për në Gjenacan në afërsi të Romës në Itali. Shqiptarët, thot Dom Arturi, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të lidhur me figurën namnore të Zojës së Shkodrës dhe për këtë në shumë vende të botës ku kanë emigruar gjatë shekujve kanë ndërtuar kapela apo kisha kushtuar asaj. Shqiptarët kanë bërë pelegrinazhe të ndryshme për me shku pikërisht tek në Gjenacano, sepse kanë kuptuar që kanë një lidhje të ngushtë mes Shqipënisë edhe figurës amnore Zojës së Shkodrës. Në fakt, jo vetëm kaq, por edhe në vende të ndryshme të botës, konkretisht për shembull edhe në Amerikë edhe në New York, ne kemi një kishë e cila është e kushtuar pikërisht Zojës së Shkodrës apo Nënës së Këshillit Mirë. Pse kjo? Sepse kudo që ka shqiptar, kudo që është mujtën, shqiptarët kanë ndërtu apo kanë kushtu një kish Zojës së Shkodrës, sepse është pikërisht kjo lidhja amnore. Për kardinalin Franco Rodè, që udhëhoqi meshën solemne, populli shqiptar është ndër më të vjetrit e Europës që ofron dhe duhet të ofrojë një shembull për Europën dhe për botën. Le diverse appartenenze religiose di questo paese che vivono in pace e solidarietà e che sentono una profonda unità di fondo sull'identità nazionale. Questo, cari amici, è il messaggio che l'Albania può dare e deve dare all'Europa e al mondo. 50 vite më parë, komunizmi shkatroi kishën poshtë Kalas, simbolin e Zojës së Shkodrës, pajtore së popullit shqiptar. Ndërsa në vitin 1993, pas rrëzimit të diktaturës, Papa Gjon Pali II, gjatë vizitës së tij në Shqipëri, vendosi gurin e themelit për rindërtimin e kishës së Zojës së Shkodrës. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra Pullumsulo.